Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotërinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Ushtria amerikane sulmon Venezuelën duke bombarduar bazat ushtarake. Forcat speciale arrestojnë presidentin Maduro dhe bashkëshortën e tij. Berisha lajmëron protesta dhe deklaron se opozita do të jetë në rrugë deri në rrëzimin e Edi Ramës. Lideri demokrat deklaron ja vdekje ja liri. Rritja e temperaturave përmirëson situatën në shumë rrugë kombëtare e rurale, vetëm në disa akse ka rrëshqitje të dherave, por pa probleme të mëdha. Vlahović dhe Lewandowski mund të kryqëzojnë të ardhmen në Mercato, kalimi i Serbit tek Barcelona pritet i hap rrugë bomberit polak tek Milani. Jam të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Me një operacion ushtarak të befasishëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjunjëzuan në një kohë rekord Venezuelën. Kryeqyteti Caracas dhe disa baza ushtarake në zona të tjera u sulmuan nga ajri, duke e tronditur vendin. Forcat speciale amerikane finalizuan aksionin sekret, duke arrestuar presidentin Nicolas Maduro dhe bashkëshortën e tij. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer sulme ndaj Venezuelës dhe kanë kapur udhëheqësin e saj Nicolas Maduro së bashku me gruan e tij. Lajmin e konfirmoi presidenti Donald Trump. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer me sukses një sulm në shkallë të gjerë kundër Venezuelës dhe udhëheqësit të saj, presidentit Nicolas Maduro, i cili së bashku me bashkëshorten e tij janë kapur dhe janë dërguar me avion jashtë vendit. Sulmi vjen pas një sër akuzash nga Washingtoni se Maduro drejton një narkoshtet dhe se ka manipuluar procesin zgjedhor. Shpërthimet e para u dëgjuan në Caracas dhe disa zona të tjera rreth orës 2 të mëngjesit me flag dhe tym të zi që dilte nga disa ndërtesa. Pamjet u publikuan në rrjetet sociale nga qytetarët e tronditur. Qeveria Venezuelas e bëri të ditur se përveç Caracas, sulme kishte edhe në qytetet Miranda, Aragua dhe La Guaira, duke shtyrë qeverinë të shpallë gjendjet e jashtëzakonshme kombëtare dhe të mobilizojë forcat e mbrojtjes. Në pjesën jugore të Caracas, ku ndodhet një bazë e madhe ushtarake, pati edhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Ndërkohë në Venezuelë, qytetarët janë ndarë me një pjesë të tyre të cilët kanë festuar kapjen e Maduros dhe të tjerë të cilët janë mbledhur për të protestuar arrestimin e presidentit të tyre. Zyrtare reagoi pas sulmeve amerikane në Venezuelë dhe arrestimin e presidentit Nicolas Maduro. Përmes një postimi në rrjetin social X, ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali tha se vendi ynë qëndron pa më dyshje me Shtetet e Bashkuara dhe në veprimet e tyre vendimtare kundër regjimit narkoterrorist të Venezuelës. Si një aleat i palëkundur i SBA-s dhe një antar i NATO-s, Shqipëria qëndron krah për krah me udhëheqjen amerikane në mbrojtje të parimeve demokratike dhe sigurisë globale, shkroi Spiropali. Në të njëjtën linjë u shprehën edhe liderët e Kosovës, të cilët theksuan mbështetjen për SBA-n. Arrestimi i Nicolas Maduro në Venezuelë është përshëndetur nga lideri demokrat Sali Berisha. Ai tha se kjo ngjarje motivon opozitën që të organizojë protesta të fuqishme deri në rrëzimin e Edi Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjodhi që komunikimin e parë për këtë vit ta zhvillojë me qytetarët në rrjetet sociale. Berisha komentoi lajmin për arrestimin e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar këtë një lajm të mirë edhe për shqiptarët. Këto zhvillime në Venezuelë janë një inkurajim shumë i madh për opozitën shqiptare për të bërë detyrën e vet largimin sa më shpejt nga pushteti të një diktatori që qëndron mbi votën e grabitur, mbi lidhjet e tij me krimin dhe drogën dhe vjedhjet e shqiptarëve. Berisha lajmëroi rinisjen e protestave kundër qeverisë socialiste, ndërsa komentoi qëndrimet e kryeministrit Edi Rama. Për çështjen Balluku, Berisha theksoi se tashmë edhe sistemi i drejtësisë ka rënë ndaj protestat, mbeten e vetmja rrugë për largimin e Edi Ramës. Pra, ai shndrohet në diktatorin e pushtetit absolut. Ndaj dhe përgjigja jon do të jetë absolute ndaj tij. Kështu që do të përgatitem dhe jemi të përgatitur
për protesta të reja të fuqishme në moton ja vdekje ja liri dhe ne do fitojmë. Berisha lajmëroi në ditët në vijim dhe bisedime me të gjitha partitë e opozitës. Pikrisht për të krijuar një front sa më të gjerë përbashkë në këtë betejë vendimtare për fatin e demokracisë në Shqipëri kundër Edi Ramës. Të hënën në 5 janar, demokratët do të mblidhen sërish si çdo javë para godinës së kryeministrisë për zhvilluar foltoren e tyre e për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Ndërkohë që protesta e parë kombëtare për këtë vit pritet të mbahet rreth mesit të muajit janar. Hetimet e SPAK-ut për tenderat në Agjencinë e Informacionit sipas opozitës duhet të jenë një kampan alarmi për Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Deputetja Jorita Tabaku thotë se presidenti duhej ta kishte mbledhur Këshillin pasi të dhënat e shqiptarëve kanë përfunduar tek organizatat kriminale. Partia Demokratike lëshon alarmin se siguria kombëtare është cënuar nga mënyra se si janë marrë tenderat e kush i ka marrë këto tendera në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Jorita Tabaku shpjegon se dosja e SPAK-ut për këtë çështje tregon se të dhënat e shqiptarëve kanë përfunduar në duart e grupeve kriminale. E jo vetëm kaq, por edhe drafte ligjore në fakt janë propozuar nga persona të cilët sot po hetohen me akuzën grupi strukturuar kriminal. Nga dosja e SPAK-ut u vure që projekti pasaportave të arta në fund të ditës ishte një projekt i cili nuk dilte nga zyrat e qeverisë, po dilte nga zyrat e Ergyes Agasi, dilte nga zyrat e EA Solutions apo EA Tobacco, që do të thotë që tashmë në qoftë se ne ishim njohur me faktin që vendime qeverie, ligje shkruheshin nga bizneset, tashmë shkruhen nga grupet e strukturuara kriminale. Po paqen fiskale, kush e ka propozuar? Po i njëjti grup, po iniciativa të tjera të qeverisë, kush i ka propozuar? Ti e kupton që këtu kemi të bëjmë me cënimin e sigurisë kombëtare. Për këtë arsye Tabaku beson se duhet ishte mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Presidenti duhet ta kishte thritur patjetër Këshillin e Sigurisë Kombëtare, sepse këtu bëhet fjalë edhe për cënimin e sigurisë kombëtare me dhëna të cilat ishin publike në momentin kur u morën nga iranianët, ndërkohë që tashmë janë përdorur edhe për qëllime të brendshme. Por Tabaku vë në dukje se edhe parlamenti duhet kishte reaguar për situatën e krijuar me të dhënat e shtetit shqiptar dhe qytetarëve shqiptar. Parlamenti duhet kishte bërë një seancë të veçantë, Komisioni i Mbrojtjes duhet kishte bërë një seancë veçantë për të vlerësuar, për të thritur SPAK-un dhe për të marrë informacion për të vlerësuar sigurisht me deputetët që kanë dhe certifikata sigurie deri në cilën nivel ka shkuar marrja e këtij informacioni dhe për çfarë qëllimesh është përdorur, dhe duhet kishim një hetim të plotë të brendshëm administrativ për të parë se si kjo është përdorur për qëllime kriminale. Në 16 dhjetor SPAK-u njoftoi publikisht se po heton 8 persona për tenderat e Akshit, mes të cilëve dhe drejtoreshën e këtij institucioni Mirlinda Karçanaj dhe Ergyes Agasin, duke ngritur ndaj tyre akuzat heqje palishme lirisë, shkelje barazisë në tendera e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, ato të grupit të strukturuar kriminal. Krimi i dy fish në një familje në Orikum erdhi si pasojë konflikteve të vazhdueshme mes dy bashkëshortëve. Ata u përpoqën 2 vjet që ta shpëtonin martesën, por ju dorëzuan divorcit që pati një fund tragjik. Krimi rënd në familje mes ditën e 2 janarit, tronditi jo pak qytetën e Orikumit, pasi Llogorat Xhebroj dhunoi për vdekje bashkëshorten e tij, Sose Xhebroj, dhe më pas 52 vjeçari dha fund jetës, duke u vetë vrarë me armë zjarri. Ngjarja e rënd ndodhi brenda pak orëve në banesën e tyre në Orikum. Pas konflikteve të vazhdueshme, mësohet se çifti ishte drejt divorcit dhe prej një muaji 48 vjeçaria Sose Xhebroj jetonte pranë familjes së saj në fshatin Dukat. Debatet kulmuan së fundmi në banesë kur burri e dhunoi fizikisht gruan dhe më pas e mbyti me duar, duke e lënë të vdekur në dhomë. 2 djemt, të cilët nuk ishin në shtëpi në momentin e krimit, pasi i telefonuan nënës së tyre dhe nuk morën përgjigje, u kthyen në shtëpi. Kur pan nënën të pajet, ata njoftuan qendrën shëndetësore të Orikumit. Ambulanca dhe policia mbërritën menjëherë në vendngjarje. Por ndërsa trupi i gruas po transportohej për në morg, bashkëshorti u vetvra me pistolet në garazh. Pranë tij, policia gjeti një armë tip Glock dhe një gëzhoj kalibër 9 mm. Fqinjet e çiftit thanë se nuk e dinin për situatën konfliktuale të bashkëshortëve, pasi i shihnin ata që punonin së bashku në biznesin e tyre. Sose dhe Llogorat Xhebroj ishin ndarë para 2 vitesh, por ishin ribashkuar në një përpjekje për të shpëtuar martesën.
Megjithatë, pas një muaji në konflikte të vazhdueshme, çifti u rikthye rrugës së divorcit, por tashmë me një fund tragjik. Rritja e lehtë e temperaturave përmirësoi ndjeshëm situatën në shumë rrugë, ku një ditë më parë pati bllokime nga ngrica dhe dëbora. Në disa akse ka edhe rrëshqitje dherash, por situata po menaxhohet nga autoritetet lokale. Moti i keq me temperatura të ulta, ngrica dhe rreshje intensive ka përfshirë gjithë vendin. Si pasojë në aksin rrugor Prekal, ura e shtrenjtë pati rrëshqitje dherash duke sjellë bllokimin e plotë të qarkullimit. Ekipet e Bashkisë Shkodër dhe strukturat e emergjencave civile ndodhen në terren dhe po monitorojnë nga afër situatën, si dhe po punojnë për vlerësimin e dëmeve dhe normalizimin e lëvizjes. Në aksin Bok-Theth ka pasur rreshje bore, ndërsa 2 borë pastruese po qarkullojnë në pastrimin e saj. Të tilla janë edhe në aksin Tamar-Vermosh, ku ka vende me ngrica dhe po bëhet krypësja dhe mirëmbajtja për të mos bllokuar rrugën. Në bashkinë Vau i Dejes, rreshjet e shiut kanë pushuar. Në disa njësi ka patur shkëputje të energjisë elektrike. Në Fusharës vijnë rreshjet me intensitet të lartë. Ka rënje guresh dhe dherash në rrugët rurale, por akset janë të kalueshme dhe qarkullimi kryhet pa probleme. Ndërkohë në qarkun e Elbasanit situata paraqitet normale e pa probleme. Akset rrugore nacionale rurale janë të hapura. Temperaturat të ulta nën zero e si rrjedhoi dëbore ngrica ka pasur vetëm në segmentin Borov, Ura, Cerenecit, i cili është trajtuar me krip. Përmirësim të situatës së motit ka pasur edhe në Juglindje. Qarkullimi në gjitha rrugët është normal, përfshirë edhe Qafthan Kapshtic, ku nuk ka akull. Kalimi vijon pa probleme edhe në rrugët nacionale që lidhin fshatra turistik të Voskopojës, Dardhës dhe Vithkuqit. Situatë e njëjtë raportohet edhe në akset Korçë, Ersek, Leskovik, si dhe Zemblak, Dogana e Goricës. Pasi kanë kaluar festat me familjarët e tyre, emigrantët shqiptarë që jetojnë e punojnë në Greqi po kthehen në vendin fqinj. Gjatë orëve të pasdites, fluksi i lëvizjeve në Kapshtic ka qenë i madh, aq sa palar shqiptare punon në dalje me 5 sportele, 2 prej të cilëve për mjetet e tonazhit të rënd, ndërsa me hyrje me 2 sportele. Përfaqësues të policisë kufitare në Kapshtic që kanë kërkuar palës greke të shtojnë edhe një sportel me qëllim për punimin sa më shpejt të kontrolleve policore në të 2 anët e kufirit. Policia jon kufitare u kërkon emigrantëve të mos lënë ditët e fundit për rikthimin në vendet e punës, por të shpejtojnë për të shfrytëzuar gjithë orarin e mundshëm të ditës për të shmangur në maksimum radhët e gjata. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.